أليف باتاتا جيبها خدل روزا سين شين صوم نور دعظة أين خيفة قف كف لام ميم نون هواوية أليف باتاتا جيبها خدل. Assalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Të dashur shikues, mirë se po takohemi në emisionet tona. Sot do të vazhdojmë atë që e përmenëm herën e kalume. Vazhdimsi mundet me qenë e asaj. Çka do të mundohemi të jemi të vëmendshëm në disa karakteristika, në disa veçori që shkronjat faktikisht dallojnë njëra nga tjetra. Më kuptoni? Kena shkronjat që janë të përafërta, por kanë veçori dalluese, kanë cilësi dalluese. Dhe patjetër duhet të jemi të vëmendshëm në ato cilësi të cilat e bëjnë të dallohet shkronjën prej shkronjës. Dallimi i parë është dallimi në shqiptim. Po e zëm, grupin e parë, kështu me quajt, kemi shkronjën elif, e cila dallon nga ajni. Për shembull, kjo lexohet e, kur është me fetha, kjo lexohet a. Kjo lexohet i, kjo lexohet ai. Kjo lexohet u, kjo lexohet u. Do të më pas kujdes. Hajtë se u e bona, si këto, a e bona, i e bona. Jo. Do të mundohemi të t'ia dhojmë faktikisht hakun gjithë secilës shkronjë asa mundemi. Për arsye se nëse e dallojmë, e kemi lexu sakt. Nëse e përzihem, kemi thonë diçka që Allah nuk ka dashur me thonë. Më kuptoni? Po zëm shembullin elimun. Elimun. Është ajo cila duhet me dallu prej alimun. Elim është fjala për dënim të dhëmshëm, të tmerrshëm që Allah ka përgatit për kriminalat. Ndërsa alim është puna për njohuri, për dituri. Alim edhe elim po duhet ka me u dallue. Jemi të qartë dhe këtu? Vazhdojmë tutje. Shkronja T duhet të dalloj në të shqiptuar nga shkronja T. Po e zëm, tin, shpreha tinun, edhe shpreha puinun. Tin, absolutisht, kënenaj është njëjtë. Në të shqiptuar, kjo e letë. Ti, kjo e rëndë të. Tinun, fiku. Frut, që hajmë, fiq, përdorëm në aspektin popullor, fiq, fiku. Tin, balta, lloqi, argjila, si dushtuj. Du të kemi kujdes. Wa tini wa zejtun. Surja, pasha fikun e pasha ullirin. Nëse thu, wa tini wa zejtun, pasha lloqin, dhe më thëmë pasha baltën, pasha argjilën, du të jemi të vëmendshëm. Ose për shembull Allah thot në Kur'an, e kemi kriju njeriun prej baltës, prej tinit. Nëse thu, e kemi kriju njeriun prej tinit, e kemi kriju njeriun prej fikut. Drastikisht, në më thonë, e bën me qenë larg do me thonjeve që Allah ka dosht me përmen. Në vazhdim, kemi 3 shkronja. Shkronja H, dallon prej shkronjës H, edhe prej shkronjës H. Arabishtja ka 3 shkronja H. Po zëm, shprehen khalaqa. Shpesh në Kur'an e lexoni khalaqa as-samawati wal ard. Allahu ka kriju tokën edhe ka kriju qiejt. Ose forma të ndryshme, Allah ka kriju këtë, khalaqa me kriju. Nëse nuk e shqiptoj mirë, po shkoj me halaqa, astaghfirullah, shpreha halaqa ka krejt do me thonje tjetër. Halaqa është me ru kokën, po e zëm.
Stakfirullah. Nëse nuk e shqiptojmë ashtu si duhet, e japim të kuptohet ana këtë negative ose ana këtë tjetër ndaj asana që Allahu i Madhërisht ka dashur me thonë. Ose shkroni nëse e lexojmë gabim, po zona he le ke. I bën mushduk me mbaru, edhe na e përdorim shprehjen më bu helaç, më u prishë e punë, me përfundu ajo çështje. Do të jemi të vëmendshëm, do të jemi të kujdesshëm. Tutje. Shkronja dal. Do të dallon prej shkronjës bad në të shqiptuar. Ashtu siç dallon në të shkruar, ajo do të dallon edhe në të shqiptuar. Për shembull shpreha ba'de. Ba'de. Edhe shpreha ba'da. Ba'de i bjen pas. Pas kësaj na vjen kjo, pas kësaj vjen kjo. Ba'da disa. Ka dallim shumë të madh. Në pastaj kemi, bëjmë një vizë. Kemi shkronjën në dh, e cila duhet të dallojë në të shqiptuar nga shkronja v. Dhal nga vo. Ashtu? Dhal nga vo. Pazëm, shprehen nadhir, nadhirun. Paralajmërues, përgëzues, shpeshherë Allah përmend për pejgamber, dhe nadhirun. Nadhirun. Mundet me qenë ortak, mundet me qenë mocanik, një kohë, një moshe, i barabart, e të ngjashme me to. Vazhdojmë tutje. Shkronja sin dallon në të shqiptuar nga shkronja sad. Për shembull, shprehja sure. Suratun. Çfarë bën sure? Kaptin. Kur'ani Madhërisht mi ka 114 sure, kaptina. Ndërsa nëse thuhet suratun, mund të arrini me i vret këto, sura mundet me qenë fotografi, mundet me qenë form, apo aromat që i përdorim na. Ashtë dallimi ashtë kuptimi i njëjtë? Ja, dallimi është shumë i madh. Vazhdojmë tutje. Shkronja kaf do të dallon në të shqiptuar nga shkronja kaf. Më kuptoni? Ka, ki, ku. Ke, ki, ku. Ashtu? Po shkojmë me një shprehje shumë të vogël dhe të shpesht. Qul huwallahu ehad. A kemi kështu? Sura e Ikhlas. Prej sura më të para që i mësojmë nëpër familjet tona. Qul. Thuaj, Allahu është një. Ndërsa, shprehja tjetër që mundet me qenë e për afërt me të është shprehja kul. Do të kemi kujdes. Kul bën forma urdhërore ha. A është kuptimi i njëjtë? Në asnjë mënyrë. Dhe do të jemi të vëmendshëm. Prandaj po i përmendim këto gjëra. Vazhdojmë tutje. Shkronja h duhet të dalloj në të shqiptuar nga shkronja g. Të dy janë të greta, kjo është më e zëshme, kjo g po pak e gret. Gha, ghi, ghu. Kjo kha, khi, khu. Po ezëm shprehen kho be. Edhe shprehen gha be. Khabe mund të më qenë një person i cili është i pakënaqur, i zgënjur, e të ngjashme me to. Ndërsa ghabe, ai i cili mungon. Kuptimi drastikisht është tjetër. Vazhdojmë tutje.
Në vazhdim, është shumë e rëndësi me qenë të vëmendshëm. Ku ka vokal të shkurt me lexu shkurt. Ku ka vokal të gjatë me lexu gjatë. Shumë është me rëndësi. Pozoj me A të gjatë. Dhe me fetha të shkurt. Shembulli, matarun. Matarun. Dëgjoni? Shiqoni? Matarun. I bjen aeroport. Po. Nëse lexon shkurt, a ka njëtin kuptim? Këtu i bjen shi. Në kuptani? Shiu që bjen nga lartë. Nëse Allah thot e ka zbrit shiun ose të ngjashme, ti e ka zbrit motorin, e ka zbrit aeroportin. Do të me pas kujdes në të shqiptuar, të jemi të vëmendshëm. Jullus. Me vokalin e gjatë i edhe me kesra të shkurt. Për shembull shprehja mesakinun. Edhe shprehja tjetër mesakinu. Mesakin janë të ngrohtët, të varfrit, fukarat, edhe kjo kategori e shoqërisë. Ndërsa mesakin, shkurt, mesakin ke gjatë i bjen fukara i ngrohtë, i shkret. Ndërsa mesakin ka të bëj për strehim, për vendbanim edhe shprehje të ngjashme. A kanë kuptimin e njëjtë? Nuk e kanë kuptimin e njëjtë dhe detyrimisht duhet të jemi të kujdesshëm. Vazhdojmë tutje? Në rregull. Shohim me vokalin e gjatë u dhe me fetha të shkurt. Për shembull shprehja dhahabu. Dhahabu. Edhe shprehja dhahabun. Dhahabu me përkthy bukfalisht i bjen kanë shku ata. Fjala është për burra, për meshkuj. Ndërsa dhahabun i bjen ari, dukat ose flori. A është kuptimi i njëjtë? Shumë do të jemi të vëmendshëm, shumë do të jemi të kujdesshëm në atë se si i shqiptojmë shkronjat arabe. Çka na ka mbet për fund? Na ka mbet një gjë shumë e rëndësi. Aty ku ka të shtid, me udhon të shtidi. Aty ku nuk ekziston të shtidi, nuk guxojmë të shqiptojmë të shtidi. Është e qartë kjo që ka përmenëm? Edhe fundit fare na ka mbet kur shkronjat kanë të shtid. Ato do të lexohen ashtu. Ndërsa kur nuk kanë të shtid, nuk guxojmë të lexojmë sikurse të kenë të shtid. Për arsye se janë ndryshojmë anën kuptimore krejtësisht. Para se të shkojmë ko, po përmendim se shkronjat kur kanë të shtid janë dy llojesh. E para me tingëllim hundor. Tingëllim hundor, çka ka qenë që janë dy shkronja. Cilat janë ato? Shkronja n edhe shkronja m. Për shembull inne detyrimisht do të shqiptohet tingëllimi hundor dhe kemi thënë do të mbahet të shtidi sa dy takte. Kur kemi mësuar të shtidin inne mimma asnjë shkronjë tjetër përveç këtyre dyja nuk ka tingëllim hundor. E dyta pa tingëllim hundor. As b, as t, as një shkronjë tjetër nuk ka tingëllim hundor përveç këtyre dyja. Dhe këto do ta përmenim, është një shkronjë që kur në asnjë situatë, në asnjë vend, në asnjë rend, në asnjë fjalë, në asnjë mënyrë nuk pranon të shtid. Më kuptoni? Është një shkronjë. Është shkronja elif. S'pranon të shtid. Në asnjë situatë. Vazhdojmë tutje, jemi të qartë deri tash? Duhet të jemi të kujdesshëm. Edhe një herë, ku ka të shtid, ta lexojmë të shtidin. Ku nuk ka të shtid,
të mos e lexojmë të shtitin. E përmenim shprehjen sabbaha. Sabbaha, Kur'an e lexon shpesh, sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ose yusabbihu, kuptimi është i njëjtë. Që bjen me madhëru Allahun, me bot tesbih Allahut. Çka kanë qiell dhe çka kanë tokë. Sabbaha me të shtit. Aty ku ka të shtit me përmend të shtitin. Aty ku nuk ka të shtit, në asnjë mënyrë mos me qit të shtit, mos me lexu të shtit. A jemi të qartë? Pse? Për arsye se ona kuptimore dallon prej aty ku ka të shtit edhe aty ku s'ka të shtit, edhe mundet me u prish krejt faktikisht ajo të cilën e lexojmë. Po marrim shembull shprehjen sabbaha. Sabbaha me të shtit. Sabbaha. Ha? Sabbaha. Veç do gjanëm. Sabbaha përmendet në Kur'an shpesh. Sabbaha lillahi ma fi samawati wa ma fi al-ard. Ose yusabbihu lillahi. Do të thonë, që bjen me e përkthy shqipi bjen e madhërojnë Allahun çka kanë tokë e çka kanë qiell. I bojnë tesbih Allah. Është e vërtetë? Po. Ashtu do të thonë ona kuptimore kjo duhet të jetë. Në mënyrë absolute të jeni të vëmendshëm, shkruhet një shprehje tjetër, po krejt ka kuptimin tjetër çka. Se beha për shembull. Se beha mo pa të shtit. Ku është dallimi? Këtu me të shtit, këtu pa të shtit. Nuk jetë mo me madhëru Allahun, por del Allah në rryt me notue. Krejt shprehje tjetër. E nëse e përdorim do më thonë ato për qeje për tokë, atëherë, stakfirullah, i shpifim diçka Allahut, çka ai nuk ka dosh me thonë edhe nuk i përket qenjes së tij. Jemi të qartë deri këtu? Të nderuar shikues, kjo ishte e tëra në lidhje me këtë emision. Ju lutim edhe juve që të jeni të vëmendshëm. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alif Dal rosa sin shin som